Këtë të diel, CNA ka publikuar një editorial ku rendit të gjitha faktet se si Erion Veliaj vepron nga biruca e burgut të Durrësit duke inskenuar dhe dirigjuar sulme ndaj drejtësisë. CNA shkruan për të gjitha rastësitë që i ndodhin Erion Veliajt duke nisur që nga 26 dhjetori e 2024-s, ku pasi doli nga SPAK ku u mor në pyetje për orë të tëra, rastësisht filloi akuzat në një mbledhje të tensionuar në Këshillin Bashkiak. Zhvillimet rreth çështjes së kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, nuk janë rastësore, por pjesë e një fushate të koordinuar për të sulmuar prokurorët, gjyqtarët dhe gazetarët që investiguan e hetuan çështjen e tij. Pas marrjes në pyetje nga prokurorët e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë Olz Dado dhe Altin Dumani, rastësisht Veliaj nisi një fushat sulmesh, një lumë me akuza ndaj medjave dhe sistemit të drejtësisë. Gazetarët që raportuan për çështjen u shulmuan nga portale anonime dhe media të lidhura me figura pranë Veliajt si Mero Baze dhe Carlo Bolino. U sulmuan edhe prokuror dhe gjyqtar të përfshirë në çështje si Erion Bani dhe Engert Pëllumbi përmes artikujve dhe akuzave publike. Nga Gjobaxhintu përhapën edhe shpifje se prokurori Olz Dado kishte kërkuar 2 milion euro për lirimin e Erion Veliajt. Inskenime këto që dolën zbuluar nga përgjimet e publikuara nga CNA. Mëtej, rastësisht, shkuan deri te raportet e lobimit $220.000 të studiove që mbrojnë Veliajn, ku shkruheshin gënjeshtra të njëpasnjëshme, manipulime, të zbuluar dhe zbërthyer nga CNA përmes disa shkrimeve. Po ashtu një tjetër raport lobimi del vetëm pak ditë pas vendimit të marrë nga ushtari i pavetinguar, partizani Sokol Sadushi, i cili përmes një vendimi të ndërmjetëm do t'i shërbejë Erion Veliajt, duke mbajtur dhe një seancë që do të zhvillohet në 9 prill. Më pas pritet seanca në gjykatën kushtetuese. Veliaj përballet me 13 akuza të rënda penale dhe sulmet ndaj drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve janë pjesë e një strategjie për të ndikuar hetimin dhe procesin gjyqësor, jo thjesht ngjarje të rastësishme. Për këto rastësoret ka dhe një film të vjetër shqiptar, Ilegalët, që i përshtatet dhe partisë nga rrjedhë Erion Veliaj. Rastësisht? Vallë rastësisht erdhi kvestori tek ky mbas brasës spionit? Rastësisht i tregua general Zaninin? Rastësisht e të bua si qendër. Megjithse atëherë ka pasur burra më dinjitoz se sa sharlatanizimi 99-çave të sotëm, që gjithçka e justifikojnë si rastësisht, por nga ana tjetër fshehin dorën dhe bëjnë veprime me media, me sulme, me akuza, me lobime kundër drejtësisë për të mbrojtur lëkurën e tyre.